Të nderuar koleg, sot do t'ju paraqes rastin e një fetusi në javën e 14 e 6 ditë, i cili erdhi në vëmendjen tonë pas një ekografie të screeningut të 3 mujorit të parë që kishte treguar një translucencë nukale të rritur. Sot do të shohim dy gjetje kryesore, pra agjenezia e duktusit venoz të arancios dhe praninë e një kardiopatie kongjenitale komplekse me mosbushje të dhomave të majta. Para se të komentojmë imazhet ekografike, një kontekstualizim i shkurtër. Duktusi venoz i arancios është një strukturë vaskulare fetale që lidh venën umbilikale direkt me venën cava inferiore, duke anashkaluar kështu qarkullimin hepatik. Agjenezia e tij është një gjetje e rrallë e vlerësuar rreth një rast për çdo 2000 fetuse, por merr një rëndësi shumë të ndryshme klinike në varësi të kontekstit. Kur është e izoluar, prognoza është përgjithsisht e favorshme. Problemi lind kur, si në rastin tonë, shoqërohet me anomali të tjera strukturore. Në literaturë, deri me gjysmën e fetusve me agjenezë të duktusit venoz, jo të izoluar, paraqesin kardiopati kongjenitale dhe shoqërimet kromozomike më të njohura përfshin trizomit 21, 18, sindromën Turner dhe disa sindroma të rralla si ajo e Alagjile. Në klipet që shihni, mund të vëreni mungesën e sinjalit normal të rrjedhës në nivelin e duktusit venoz, tash të quajturin aliasing, që tregon për rrjedhën turbulente që është e pranishme në këtë nivel kur duktusi ekziston. Në agjenezën e duktusit venoz, vena umbilikale mund të ketë disa rrjedhja normale. Në këtë rast, siç e shihni, ajo tenton të shkonte derdhet direkt në venën cavë të poshtme, që është modeli më i zakonshëm, ndërsa opsionet e tjera përfaqësohen nga një derdhje në njërin prej venave suprahepatike ose direkt në atriumin e djathtë. Tani le të kalojmë te studimi i zenës. Pasi kemi bërë diagnozën e situs solitus, përqendrohemi te skanimi i 4 dhomave, ku menjëherë bie në sy një asimetri e theksuar midis seksioneve të djathta dhe atyre të majta. Atriumi dhe ventrikuli i djathtë tregojnë një sinjal normal të rrjedhës, ndërsa dhomat e majta duken pa mbushje. Ventrikulli i majt nuk është i dallueshëm mirë si një strukturë funksionale dhe nuk vërehet asnjë sinjal përmes valvulës mitrale. Ky gjetje, tashmë në 14 javë e 6 ditë, është shumë tregues për një anomali të rëndë të seksioneve të majta të zemrës. Nëse përpiqemi të kalojmë në skanimin e 3 enëve të gjakut, 3 enë dhe trakea, vërehet në mënyrë edhe më të qartë se ka një mbushje të rregullt në anën e djathtë të pamjes, ku shohim arterien pulmonare me degëzimin e saj, ndërsa seksioni i majt nuk është as pak i dukshëm në këtë moment. Aorta në skanimin e 3 enëve, 3 enë dhe trakea është shumë me vogël dhe me ndihmën e Color Dopplerit nuk vërehet mbushje, duke treguar pikërisht mungesën e një dalje të rregullt të gjakut. Së fundi, nëse zhvendosemi te skanimet parasagjitale për të vëzhguar harkun aortik dhe harkun duktal, vëren një dukt arterioz të botallos të rregullt, të hapur me një fluks normal anterograd të dukshëm mirë, ndërsa harku aortik, përkundrazi, nuk arrin të vizualizohet, as me ndihmën e Color Dopplerit. Gjetja ekografike që kemi vëzhguar është ajo e një kardiopatie kongjenitale komplekse, e karakterizuar nga mungesa e mbushjes së dhomave të majta të zemrës. Opsionet kryesore diagnostike që duhen marrë parasysh në këtë kontekst janë 3: atrezia izoluar e valvulës mitrale, sindroma e zemrës së majt hipoplastike, e cila është forma më komplekse me hipoplazi të gjithë zemrës së majt dhe aortës ascendente, dhe atrezia aortike izoluar. Këto entitete ndajnë disa aspekte morfologjike dhe shpesh mbivendosen, aq sa ndonjëherë klasifikohen si variante të njëjtit spektër. Megjithatë, në një moshë gestacionale kaq të hershme, 14 javë e 6 ditë, duhet të jemi shumë të kujdesshëm dhe sigurisht klasifikimi i saktë i kësaj kardiopatie duhet të shtyhet për një vlerësim ekokardiografik të thelluar që duhet kryer në një periudhë më të avancuar. Për më tepër, çifti duhet u këshillohet patjetër të bëjë një konsultë gjenetike, duke pasur parasysh lidhjen midis kardiopatisë kongjenitale komplekse, agjenezisë së ductus venosus dhe të dhënës anamnestike, të rritjes së transparencës nukale në screeningun e 3 muajrit të parë. Faleminderit të gjithëve për vëmendjen.